Na krejt çka po lypëm, është që na veç më na udhon, më na u kthy prona jonë. Ligji ky neni. Unë jam në rrugë. Më ka met familja në rrugë. So shumë pavarësisht që ti e dëmtu veç prej sot. Po kalon ndoshta 300-400.000 euro më shumë. Amo, a e konsideroni nderuar që kompania ju ka bërë shkelje kontraktuale? Domethënë, ka kalu këgja pse? Jo. Çfarë shkelje kontraktuale? Për shembull, afati lëshimit banesave dhe pagimit qerave, masi që nuk keni shubë. Gjithmonë Kosova nullet, pa? Një ndërtesë shumëkatëshe në rrugën C në Prishtinë është kthyer në simbol të një investimi të dështuar që ka lënë pas dhjetra familje të zhgënjyera dhe financiarisht të dëmtuara. Në vitin 2018, kompania International Invest Group lidhi kontratë me banor dhe pronar tokash në këtë zonë për ndërtimin e një kompleksi banesor. Disa prej tyre investuan kursimet e fundit për të blerë një banesë, ndërsa të tjerë shkuan edhe më larg. Dorëzuan shtëpitë dhe tokat e tyre me marrëveshje kompenzimi me njësi banesore në objekt të ri. Sipas dokumenteve kontraktuale, me vonë marrëveshjes ju shtua edhe një aneks që specifikonte saktësisht kohën e përfundimit të punimeve, por pavarësisht zotimeve me shkrim, afatet nuk u respektuan asnjëherë. Banorët thonë se investitorin nuk i përmbushi detyrimet kontraktuale, ndërsa disa prej tyre e kanë quar çështjen në organet e drejtësisë, duke kërkuar përgjegjësi për kompenzim dhe për dëmin e shkaktuar. Mes tyre është edhe Agron Selimi, i cili për këtë projekt hoqi dorë nga shtëpia dhe toka e tij me besimin se do të përfitonte banesa në kompleksin e ri. Ai rrëfen se nga një marrëveshje që duhej të siguronte të ardhmen e familjes së tij, sot ka mbetur vetëm me dokumente në dorë dhe një proces të tërzgjatur ligjor. Qysh i ron kontakti me investitorin, cilit edhe ja ke lëshu prunën tonë për me ndërtu një kompleks banesor, edhe kur e keni lidhë kontratën me të? Ne jemi taku dikun 2017-ën, nuk kom kujtohet mu i saksisht. Jena afru si investitor, e njonim për ish pronarve, edhe mu kanë afru për me ndërtu atë. Dhe mas asaj ka pas ndërtim, stagnim, mbarët krejt, ka pas qysh u shikja e parpunit që punojshin, ka qenë krejt qysh bëjshin pare, kapak. Edhe ndërtejshin kapak, po në fund do më stagnun krejt, për shkak do më thonë që... Sa vjet po bohen tash që masi që e kanë dhoa afatin ata? Po bohen dikun u bënën 8 vjet. Edhe na u ka dosht me dol me qira, një për tyne që jam ko me dhone, që kom najt me qira, ko gjatë që na u kam përgjigj për kush e hiq. Mu më kanë taku dikun 4 banesa aty. Edhe lokalit, qekëm, edhe garazhat poshtë. Kur i kom po që i kanë stagnu, në atë kohë ktheva në Pikanodës, edhe e poshtë që stagnu në diçka se ju mungeshin pare. Edhe kom shti, unë këtë rast se kom shti, po e kom inspiru që i kom posë edhe do pare, në gruja, edhe e kom thonë ble edhe një banesë. Bile të paktën që mi adhon do pare atyne që me mujtë ata mos më nolë, po me vazhdu punime. Do më thonë e kena marrë edhe një banesë, po do më thonë ata veç nuk kanë kallëzu kur farë rezultatin këtë punë. Agroni tash një kohë të gjatë ka angazhuar edhe avokat sa i përket kësaj çështje, kështu duke e dërguar rastin para organeve të drejtësisë. Se u met shumë keq. Jena met plot familje, do më thonë keq. Jena met në rrugë faktikisht. Të pagu qeroja me diçka që do më thonë unë jam lind në Prishtinë. Edhe me ardhë me dalën në Prishtinë tash me qero, në vend temin ku jem lind, për mua shumë e rënë. Menoj që këta kanë pas një mashtrim, ka qenë një farë grupi i mashtruesve bashkë që kanë funksionu. Këtë rast edhe ata që i kanë ndru emrat e kompanisë, edhe që i kanë pas për detyrim, ma na obligu nëse ndrohet pronari ose diçka. Ta s'na kanë lajmëru, jo që s'na i kanë lajmëru heq, po veç kanë bolojna manevrimet ndryshme, derisa veç për pazaret e tyne. Edhe na thirri mas një kohë që ai Isufi Berisha, edhe shku mu taku me to.
U taku me të, ai premtoi që domethënë mbrana një viti veç është objekti i krym kram mi kry këtë punë. Kjo punë domethënë ka ndodhur para 3 vjet e gjys, 4 vjet domethënë ka. Mas një viti prap ka këshyr pap për në taku, po pa dihova domethënë ka qenë veç fjalë kot bash, na ka mashtru domethënë deri në maksimum. Agron Selimi thot që i ka ardhur fundi krejt kësaj pune dhe se nuk ka më shpresë as në drejtësi. Madje gjithë kjo situatë i ka sjell edhe të lashe financiare. Na krejt çka po lypëm është që na veç më na u dhon, më na u kthy prona jonë. Ose mu kry objekti. Se nuk shkon më, nuk po dim na ku më, domethënë ku më drejtu më. Në çka? Gjykata, çka gjykata ajo pret. Kanë me prit më burr. Ça me të pritun, po sa më të prit më. Unë e paguaj qira disa ty të pres. Tu bëhet të ligji ky. Unë jam në rrugë. Më ka met familja në rrugë, kam të lashe, kam probleme, kam të lashet e mia financiare. Pse ça me të pritun e ty mo? Edhe sa vjet do na më të prit. Për me kry një obligim ndaj qytetarit tënë që e ki. Edhe pse banesat nuk janë astkund, siç duket investitori ka vendosur ashtu siç janë që t'i shes online përmes agjensive. Lajmi.net ka gjetur edhe postimet ku objekti i pronarit të kompleksit banesor shet banesa e që ndoshta as vetë nuk e di se kur do të përfundojnë. Se nuk e di as vetë se kur do të përfundojnë, kjo dëshmohet edhe nga biseda dhe përballja telefonike që kemi pasur me të. Por ndiqeni fillimisht rrëfimin e të dëmtuarit tjetër që ka lëshuar tokën e tij për ndërtimin e këtij kompleksi. Çka u parashikën kontratë saktësisht, domethënë kur u kon afati që përfundon ky objekt ku jemi tash. Afati i përfundimit ka qenë 2 vite pasi të fillon ndërtimi. Domethënë me momentin që mirret leja e ndërtimit, brenda 24 muajve mu dorëzu objekti me qelsa ndorë. Domethënë që i vjen diku ka viti 2020, ndoshta veç me hyrje. Çfarë përafërsisht. Edhe çka ndodhi? Pse a keni kërkuar ndonjë shpjegim për investitorit? Çka ka ndodhur? Pse s'kan vazhduar punimin? Shpjegim direkt edhe të qartë s'ka dhënë kurrë, ai asnjëherë s'u prononcu që unë nuk e përfundoj objektin, veç koha nuk është e përcaktuar, megjithëse në kontratë është cek që nëse nuk përfundon brenda 2 viteve, atëherë investitori obligohet si dënim me pagu qira mujore për çdo njësi banesore që i takon pronarëve. Po edhe ato nuk jo realizua asnjëherë. Sa e dëmtuti këtu? Çka ke lëshu? A ke lëshu shtëpi, tokë? Unë tokë më lëshu, edhe është një dëm i konsiderueshëm. Sa shumë pavarësisht që ti e dëmtu veç prej saj? Po kalon ndoshta 300-400.000 euro më shumë, në atë kohën kur u lidh kontrata. Pasi i morëm ankesat e qytetarëve, rradha ishte që tashmë të kërkonin përgjigje nga investitori për krejt ato çka u thanë nga të dëmtuarit. A e konsideroni nderuar që kompania juve ka bërë shkelje kontraktuale? Domethënë ka kalu këgja ko. Pse? Jo. Çfarë shkelje kontraktuale? Për shembull afati i lëshimit banesave dhe pagimit qirave, masi që nuk janë shumë. Gjithkon në Kosovë anullët, pa? Veç cilat janë arsyet e mos përfundimit, edhe sipas kontratës, domethënë ka pas me u përfundu qysh për 2-3 vjet nëse nuk ka bëj. Domethënë vitin 2018 ka nis. Veç çfarë arsyet pse nuk është përfundu prej vitit 2018? Ka punu, është ndalë për shkak të mjeteve. Edhe tansioni kom pas një gjendje jotë mirë shëndetësore, kom lënë, tash jem tu për pjek me përfundu. Këtu krejt që tash kanë dhënë parë që aty s'ti kanë dhënë, që kanë dhënë një pjesë shumë me duhet, jo mësu pak ashtë në atë mundësinë e tyne, po në fund deltëm që duhesh më konë më i keqi. Po aty ka qenë një problematik pak është rregullu, tash jem tu përgatit me janis, me fillu dhe me ndërtu skatit. Edhe banorët kanë kërku një qira, qashtu kanë diçka problematik, kanë një mbyllje përkohshme vogël pej gjykatës edhe e ka përfundu edhe çdo gjë. Në cilin vit ju ka thonë nderuar që përfundon objekti banorëve? Unë po besoj që ka qëshori do mja nis ky svet. Po. Jo, sipas kontratës, domethënë kur keni nënshkruar kontratë me ta, kur ju ke thonë që përfundon objekti?